Mirëmëngjesi dhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën me ne në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do kemi një të ftuar tepër të veçantë, një vajzë që në vitin 2012 vendosi të ikte në Angli. Edhe megjithse larg vendit të saj, ajo vazhdoi të ndjekë ëndrat dhe ikë një ëndër shumë e vështirë si politika, e cila nuk është e lehtë as në vendin tonë në Shqipëri, dhe imagjinoni sa e vështirë është për të ecë përpara në Angli. Por ajo mori kurajon dhe sot kandidon në Këshillin Bashkiak të Londrës. Është me mua në një lidhje Skype këtë mëngjes në Star Plus Televizion, Linda Idrizi. Mirëmëngjes e nderuar, faleminderit që je me mua. Mirëmëngjes Alba, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që të kam në këtë intervistë dhe do jetë edhe më kënaqësi kur të realizojmë një intervistë pasi ti të jesh e pranishme në Këshillin Bashkiak të Londrës. Për ne është një krenari. Faleminderit, shpresojmë që t'ja dalim. Edhe ne urojmë me gjithë zemër e dashur. Dua ta nisim pak që nga fillimet e tua, si vendose të ikësh dhe të lësh vendin tënd dhe në 2012, siç unë e përmenda, të shkosh drejt Anglisë. Po, ikja jeme faktikisht ka qenë krejt ndryshe ndoshta nga disa tjerë. Unë asaj kohë sapo isha diplomu dhe sapo kisha marru për master në Tiranë. Punoja tek institucion, tek dhoma tregtisë në Tiranë dhe isha krejt mirë stabilizuar, them drejtën. Po njoftja me bashortin më ngatroi disi. Do të them filloi si një provë ku diskutu, unë isha faktikisht në punë dhe mendoja që karrierën time politike ta filloja në Shqipëri. Dhe ishte një kohë ku bashorti faktikisht erdhi për një vizitë, pasi rastisi diçka në spital dhe nuk është se ishte shumë i kënaqur me shërbimin e shëndetësisë dhe kështu filloi, domethënë që ti hajde, provoje, shikoje, ndoshta merr edhe pasaportën britanike. Po them drejtën, nuk është se unë kisha të nevojshme duke punu në një institucion, nuk është se më kishin udhëtimet në Europë ose diku tjetër, dhe nuk është se shikoja, po e fillova si, okay, shkoja ta provoj, qoftë një vit edhe me idenë që do kthehem. Por në faktikisht i kuri është një realitet tjetër, sepse fillon gjithçka nga zeroja, pastaj ti bëhesh familjare shumë shpejt, vijnë fëmijët në jetë, fillojnë sakrificat dhe ti përballesh me një realitet krejt tjetër, edhe kur shkputesh ndoshta për një vit, është shumë e vështirë që edhe një herë ta fillosh nga aty, sepse me rritjen unë si nanë, shumë gra mund ta gjejnë këtë pjesë, po kur bash nanë është shumë e vështirë, sidomos kur i ke të vegjël është shumë e vështirë që të lëvizësh ose të rikthesh edhe një herë, domethënë fillon e gjen atë zonën ku aty je derisa fëmijët rriten. Patjetër, është shumë e kuptueshme. Po, edhe kështu filloi faktikisht, erdha këtu, erdhi një vajza parë. Unë kam 3 vajza në fakt. Faleminderit. Erdhi një vajza parë, pastaj erdhi një vajza dytë. Ju fokusova, pasi unë kisha marrë te Luigi Gorakuqi universitetin e parë. Konvertova diplomat dhe fillova të punoja, të jepja mësim në shkollë, në parashkollë, pastaj dhash mësim në special needs school. Dhe ishte vështirë, depërtoja edhe një herë në Shqipëri, sepse në fakt unë gjithmonë e kam dashur Shqipërinë, them drejtën, edhe Shkodrën, faktikisht shumë. Dhe pas një kohë fillon të adaptohesh me ligjet, me jetën, me komunitetin, edhe kur e shikon që fëmijët ose diçka është situata jote familjare, settle, ti thu po, do filloj realizimin e ëndrrës teme aty ku e lash. Sa bukur dhe është diçka shumë inkurajuese, pasi ty nuk të kanë ndalur të ndjekësh ëndrat e tua dhe të vazhdosh edhe një herë të lobosh fort për të ndjekur ëndrat. Kjo është diçka shumë e bukur. Jo, zemër, faktikisht unë kam shumë suport, si nga bashorti, si nga familjarët
e mi, prindrit, si nga njerëz të bashortit, po ashtu, janë, domethënë, një suport shumë i mirë. Mbi gjitha dhe vajzat janë shumë suportive, gjithmonë mamit i vazhdo. Biles vitin tjetër kur isha kandidate për deputeti që duam në platformën, vajzat, nuk e di, e kam thënë edhe te një intervistë tjetër, vajzat kishin bë gati valizhe dhe po prisnin në qoftë se unë po zgjidhesha që mendonin që do iknim të nesmen. Po, në Shqipëri, sa bukur. Është gjithmonë ideja e kthimit në Shqipëri? Është ende, sepse ti the që e do shumë Shqipërinë dhe e do shumë Shkodrën, a janë ende sytë e lindës nga Shkodra? Shiko, ti nga një herë të adoptohesh me komunitetin dhe me vendin, por unë gjithmonë e kam pa që kur isha student, që në shkollë mesme, unë e shifsha baja gjana të bukra si mision faktikisht, edhe ti kur je në një vend tjetër fillon e shikon si mision, nuk e lën mrapa politiken, po e shikon si mision që të mahesh mend për gjana të mira. Edhe kohën kur isha në Shqipëni, në Tiranë, që unë jetova për 7 vjet, e pash si mision, gjithmonë isha shumë, si të them unë, shumë angazhuar të një muja miq, shok, shoqe, friend, kushuri familjarët mi isha shumë, i shikoja pa në këbim të asë një gjoje, vetëm thjesht isha shumë dëshirë që të një muja, nuk e di, vjen diku, vjen burën nga shpirti, nuk është është diçka vetë, e shikon si mision, edhe këtu e kam pas si mision, bëj diçka për komunitetin, është komuniteti vendas, është nga komuniteti jonë, por ashtu, ka dhe nga komunitetet kuja tjera, si kështu e shikon si mision që të bësh diçka në këmbim. A është kjo ajo që ty të ka shtyrë në politik? A është një shtysë e fortë që ti shikon, ndoshta edhe vetëm komunitetin shqiptar, vuajtjet, sakrificat që bëjnë ata, pasi ti ke qenë një prej tyre në fillim, pasi tani je adoptuar dhe ke një pjesë ndoshta më favorizuese, a je ti ajo që gjithmonë do jesh zëri i tyre dhe kjo është shtysa jote e madhe për në politikë? Po, Fioralba, unë e kam thënë gjithmonë, edhe në qoftë se nuk e marr tek për këshilltare, për kancell, unë du t'jem gjithmonë një urë lidhse dhe një zaj i fort edhe për komunitetin tonë edhe për komunitetet tjera, kudo që t'jem. Unë gjithë familjarët unë i kam në Shqipëri, edhe ndoshta nga familja e vetmja unë që jam jashtë, por këtu e kam shiku si diçka që të metem të la disa gjurmë, nëse bëj diçka të bukur të la gjurmë të mira që një shkodran ose një shqiptare bani këtë, bani x gjanë, dhe nuk e bëjmë të asë një gjaje, sepse po ta shikon si një këshilltare, nuk është për një vlerë monetare ose për që të mahesh mend për një parti. Unë e shikoj që du të baj diçka, duke marrë parasysh se gjatë kësaj periudhe prej 14 vitesh, unë kam taku shumë njerëz, dhe kam ndëgjuar shumë vujtje të ndryshme, nuk i ngjan vujtjes të drejtën. Dhe populli shqiptar janë njerëz që punojnë, pavarësisht se si mund të na gjykojnë, po janë njerëz që punojnë, janë njerëz që qohen në 5 mjesit, shkojnë punojnë deri në 6 mazdites. Janë shumë njerëz që janë kërkuesa dhe një pjesë shumë e vogël mund të jenë nga ato që thonë, për shembull, nuk du ta përmend, po që ju vujnë disa emra që më pëlqen, po edhe në qoftë se janë detyruar nga një arsye, nuk e di arsye të rrethanat, po unë them që populli shqiptar janë njerëz shumë dashamirës, shumë mikpritës dhe shumë punëtor me aq sa. Prandaj unë e shikoj, e kam pasi gjithmonë edhe tash e shikoj me ba diçka, diçka të mirë, domethënë me sjell fruta, me prodhu fruta të mira. Bash mund për diçka të mirë dhe me vlerë. A kam pasur ndonjë moment, a mban mend ti ndonjë moment në jetën tënde ku e ndjer vërtet e lodhur dhe ke thënë që tani do dorëzohem sepse ke menduar që nuk ja ka vlejtur. A ka pasur ndonjë moment? Shiko, në fillimet e para kishte shumë momente, duke marrë parasysh se e ardha 3 fëmijë dhe ishte shumë shpejt njëri nga tjetri. Edhe njëkohësisht duke punu dhe në fund ditë ti shikon sepse nuk është jeta si në Shqipëni, sepse këtu
njerëzit mund ta gjejnë veten kush ta shikojnë këtë intervistë, sepse këtu duhet të paguash një qira, duhet të paguash faturat të cilat nuk krahasohen me faturat e Shqipërisë dhe edhe thu qa po bëjën këtu, pse rri, pse erdha, pse i lash. Dhe ka qenë gjithmonë motra jeme të cilën ajo gjithmonë më thoshte hume, duan pse, ke 3 fakultete, 2 mastra, duan i po vunë, sepse nuk ishte e kollaj. Bashorti punonte 6 ditë të javës, edhe ishte shumë e vështirë. Nuk do të them se ja ka, se do të thosha tash nuk them se nuk ja ka vlejt, sepse shikoni rritemi, ne maturohemi, ne mësojmë gjëra të bukura, ne mësojmë një kulturë tjetër, mësojmë disa ligje të cilat ne nuk i kishim ditë, për shembull, nuk i kisha ditë në Shqipëri, absolutisht. Dhe fillon e angazhohesh me ligjet, me jetën që e këtu, dhe pavarësisht se zemrën gjithmonë e kena në Shqipëri, po fillon e adoptohesh dhe si i thonë nga Shkodra, si është vendi bëhet ku vendi. Po, dhe mësohesh në një farë mënyre. Dhe mësohesh një farë mënyre, po. Është shumë e kuptueshme, por edhe kjo mësim ka vështirësitë dhe sakrificat e veta të mëdha siç ti i përmende. Por shqiptarët e tjerë që ti shikon atje, ti më the që ke takuar shumë njerëz, duhet më përmendësh pak një nga historitë më të vështira që ti ke dëgjuar. Fatmirësisht jo përjetuar, por një që ti ke dëgjuar nga emigrantët që shkojnë në Shqipëri dhe që patjetër që ajo do të jetë edhe një shtysë edhe më e madhe për ty në politikë nesër që ti ndihmosh. Kam dëgjuar shumë, po për shembull do të ndaj një diçka që kishte ardhur një zoj me 2 fëmijë, me gomona, ajo ishte fëmijë kishte pas diku 2 vjeç edhe 3 vjeç gjysmë mos ka bërë mësata. Dhe shumë sakrificë, duke marrë parasysh që pas trehim, po kjo ishte në kohët më përpara meje, pas trehim dhe pas një të ardhën, pa hangër, thotë kena fjetë nëpër vende, nëpër ura, do ishte gjë e vështirë, pa ditë një gjuhë, të trishton, shumë. Po, shumë gjana, ose tjerë, lloj të cilët faktikisht nuk du që t'i kujtoj. Në fakt nga njëna anë do t'i falenderojmë, sepse ka qenë një periudhë, pavarësisht tash është një diçka që ligjet kanë filluar dhe i kanë ndryshuar, po na kanë qenë shumë mirë pritur që në kohën e luftës së Kosovës, Britania e Madhe ka qenë shumë ikpritse për njerëzit në nevojë dhe i ka akomodu. Kjo është edhe kjo ndoshta ka qenë një shtysë e jeme të cilën unë e kam pasur me ripej për ato që kanë bërë për çdo shqiptar, qoftë Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, për çdo shqiptar, domethënë, edhe ka qenë domethënë këto no matter of what, nuk ka rëndësi se a bajtën për mua, apo thjesht e kanë bërë për shqiptar dhe edhe ti e shikon që edhe unë këtu për këtë komunitet ndoshta mund të jem e dobishme për me bën diçka të mirë. Është shumë bukur kur e dëgjon nga ti që për një komunitet, për ata që kalojnë shumë sakrifica dhe kohë të vështira larg vendit të tyre, edhe sa do mirë të jenë, përsëri është larg vendit të vet dhe i mungon atë dheu, i mungon njerëzit, është diçka, është një suport shumë i madh dhe na beson që na ke bërë krenare të gjithëve si qytet, që ti je shkodrane dhe do përfaqësosh zërin e tyre dhe zërin e komunitetit që kanë nevojë. Faleminderit, do mundohem. Kjo është, domethënë, po edhe nëse unë kam thënë edhe tek intervista para se të hyja në këtu për këshilltare, unë kam thënë që edhe nëse unë nuk do zgjidhem sepse nga një herë është një fytyrë e re dhe ti je një huaj, flasim drejtë, për vendet është diçka e vështirë. Edhe shumë e vështirë, bilese dhe unë jam përballë me 2-3 raste, edhe ju kam thënë dhe nëse unë nuk do jem e zgjedhur, ju i prapun do jem këtu që të jem një zë për ju, një ndihmës, sepse duke marrë parasysh që nga janari që unë dhe kolegu im Pol u zgjodhëm, kam fillu me punë shumë intensive të drejtën me emaile, me problemet e tyne, biles
para se të bëja intervistën, kisha shumë emaile, domethënë është një diçka që e njeh, e duhet ta bëj, nuk është se nuk e bëjmë pasojë. Është zero, është me vlerë zero, është shtesë unë e njeh që të bëj diçka. Sa bukur. Ti përmend pak më parë në fakt që ka pasur raste që fakti që je shqiptare dhe nuk je vendase, ka pasur raste edhe që janë ashkaluar apo kanë bërë sikur se kanë vënë re. Mund të na përmendësh ndonjë nga këto raste, sepse është e pashmangshme në çdo vend të botës, ne e dimë që ndoshta jemi pak, le të themi, të bullizuar, të distancuar nga të tjerët. Unë po ata dyra, pasi kalova 2 intervistat e mia për këshilltar për Cancel, kalun me shumë sukses, më ofruan vendin dhe për mua ishte diçka e re, shumë e re. Isha marrë me pjesën e politikës së Shqipërisë, por këto thjesht kisha punu për një vit para se të zgjidhesha. Thjesht vullnetare në strukturat e Këshillit Bashkiak, thjesht vullnetare për to. Dhe kur u zgjodha, unë në fakt bana përshkrimin tem se nga unë faktikisht jam me pasaportë britanike, po gjithmonë them nacionalitetin unë kam shqiptare, domethënë shqiptare britanike. Gjithmonë e tham shqiptare britanike. Edhe në një përshkrim timin, sepse në mediat e zonës këtu, ti duhet bësh një përshkrim dhe duhet të prezantohesh se kush je, çka ke punu, nga se vjen thjesht background-in. Dhe unë u shpreha që unë jam nga Shqipëria, kam 14 vjet që jam këtu, kam punu në shkollë, kam dhënë këtë kontribut dhe u publiku. Në një moment mi kesha do të them mijat ose që më njohin, po që janë ndoshta edhe ato European people, nuk është janë vendase. Më thanë nuk do kishte qenë shumë e mirë që ti ta bëhen nga Shqipëria, sepse nuk besoj se do të mirëpresin. Po, nuk do ta marrin parasysh aplikimin. Nuk do ta marrin parasysh sepse një e huaj. Edhe unë them drejtën, nuk është se doja e mendova ta ndryshoja, edhe tash kjo është që unë jam, ky është backgroundi jam. Dhe unë jam krenare në faktikisht që unë jam shqiptare dhe nuk e muhoj rrajt e mia absolutisht. Edhe biles ajo koordinatori jam pyeti, do ta ndrosh absolutisht, se unë ja shpreha si shqetësim, edhe thash absolutisht nuk do ta, nuk ka një dytë, ky është mendimi që kam unë edhe nuk ka një, në qoftë se mendojnë për lindën që jam, unë jam këtu, do të votojnë, asnjë problem nuk ka se nga cili vend je. Ne gjithë secili i përkasim një vendit, të cilin edhe Britania e Madhe ka të mirat edhe të këqijat e veta, dhe unë jam një shqiptare dhe jam krenare dhe nuk e mohova. Kurse tjetra gjatë fushatës, të cilën unë pasa ndoshta një muaj përpara, me kolegun tim të Istanbul me të tjerë, shkum dhe trokitëm derë dhe kuptohet se seksi nuk është thjesht se je britaneze, do të kuptohet, është aksenti. Dhe një burr të ishte 70 apo 68, nuk e di, vetëm tha, unë nuk votoj njerëz të huaj, largohuni. Aty unë nuk e dinte se jam nga Shqipëria, po thjesht e thatë. Theksi dhe që nuk je angleze, nuk e lindur në Angli. Nuk e lindur në Angli dhe po nuk është të ardhur keq, a ka raste që të ndal ose të step kjo gjë, se mund të përballesh edhe me raste të tjera, të cilat ndoshta do të ta thyejnë pak zemrën në kuptimin figurativ të fjalës? Po, shiko, në këtë rast të lëndojnë, po jo se do të ndalin, e maj mend se kur kam fillu këtë rrugtim, bashorti jam ka thënë vetëm një fjalë. Unë të më shtes, vetëm lindat i duhet kesh thick skin, që do të thotë, thick skin do të thotë një lëkurë trash, sepse do përballesh me lloj njerëzish. A je e gatshme për këtë gjë. Dhe unë i kam thënë një fjalë. Unë për momentin jam okay me familjen time, me biznesin tim. Unë këtë do ta bëj për komunitetin dhe duhet mes një zaj mirë, edhe jam e gatshme ta filloj këtë rrugtim dhe të njerëzit që do arrin të më takojnë dhe të më njohin,
do kuptojnë që unë jam këtu për t'i ndihmu, nuk jam këtu për ndonjë arsye tjetër. Dhe deri në momentin që populli të votojë për mua, unë jam shumë e gatshme dhe prapë se prapë du të bëj gjëra të tjera dhe në qoftë se kjo nuk Por arrin. nëse do pyes së dashur, pse zgjolle pikërisht Partinë e Liberal-Demokratëve? Okej, Partia Liberal Demokratëve është një parti që bazohet në 7 vlera kryesore. Është liria, barazia, demokracia, komuniteti dhe të drejtat e njerëzit, internacionalizimi dhe ambientalizmi. Gjithashtu, këto në fakt, unë si person kam qenë kundra Brexitit dhe këto ishin po ashtu kundra Brexitit, nuk ishim dakord. Domethënë nuk kanë qenë dakord se unë isha e pa angazhuar në atë kohë, po gjithmonë lideri i kësaj partie kur fliste, domethënë e ndëgjoja me vëmendje sepse nuk duhet ndodhte në faktikisht Brexiti, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar, klasa punëtore mungon, vendasit nuk është se bajnë edhe punë të rëndomta të jena realista, nuk bajnë care, nuk bajnë sanitaret, janë kurse njerëzit e huj European people, qoftë edhe shqiptar, they fit themselves në çdo punë për arsye të rrethanave tyne. Dhe që kur Brexiti ka ndodh, shumë gjëra ka ndodhur. Unë e shikoj tek biznesi jon, nganjëherë nuk është e pamundur që të gjesh të gjesh njerëz që të punësosh, sepse ose jo personin e duhur. Domethënë, kjo ka efektuar dhe këto kanë qenë pikat pse unë më tepër jam qas në këtë parti politike. Por siç e thash edhe më lart, unë jam qas në një parti politike, po më tepër është si mision për mua që të bëj diçka. Është diçka shumë e kuptueshme dhe është diçka shumë për të vlerësuar nga të gjithë. Por nëse flasim pak në një balancë, ti më the që ke vendosur të aplikosh edhe tek deputeti që duam, edhe fëmijët kanë qenë shumë entuziast për këtë pjesë, pra e tregon që ti e ndjek dhe hap pas hapi politikën në Shqipëri. Nëse flasim pak për të dy politikat, çfarë do të veçoje tek politika në Shqipëri dhe ajo në Angli, e dashur? Po. Politika në Shqipëri do të them që vitet e fundit, mund të them që 4 vitet e fundit ka një përmirësim të theksuar. Unë isha edhe tek Samiti Diasporës dhe unë faktikisht pash një ndryshim shumë madh, nuk kisha qenë tek Samit e tjera. Dhe kanë po arrin të fusin rinin, të cilën është një gjë shumë e rëndësishme për çdo politikë, ndërsa për politikën këtu nuk është se të rinjt janë shumë të interesuar. Janë më tepër moshat e mesme interesuar në politikën angleze, kurse në politikën shqiptare ka shumë të rinj të cilët duan që të angazhohen dhe pavarësisht se ju jepet apo nuk ju jepet mundësia, por shoh që po ka shumë njerëz që duan që të angazhohen në politikën shqiptare, kurse këto të them drejtën është një pjesë 1% të them ose 2%, shumë e vogël, shumë e vogël. Po, shumë e vogël. Diçka tjetër që më mban përshtypje për politikën këtu janë shumë thjeshtë, është thjeshtësi jashtëzakonisht e madhe për njerëzit dhe nuk kanë atë, si të them unë ty, atë urrëtin mund ta kenë, ndoshta po e kanë si me ngjyrë, asnjëherë nuk e shprehin. Kurse në parlamentin shqiptar më vjen keq kur dëgjoj një gjumë që nuk duhet, sepse ne kena fëmijë, vajza jam është afër 14 vjeç dhe kur dëgjon atë lloj gjume nuk është e mirë edhe për brezin atje që po rriten, edhe për brezin që shikon nuk është gjë e mirë, kurse këtu kjo gjë nuk ekziston. E thojnë si me nën kuptim, edhe për shembull i dashur koleg nuk bi dakord me mendimin tam ose diçka tjetër, por jo se do të thojnë do të shkojnë deri në ekstrem siç shkojnë në politikën shqiptare, të cilën unë nuk pikën e parë nëse do kisha diçka ndor, ajo duhet hiqej. Pse mendon se ndodh kjo? A thua jemi ne në Shqipëri më të egër apo më të dhunshëm
apo ndoshta nga që ligjet janë pak më të zbeta se në Britaninë e Madhe? Ne faktikisht si shqiptar, siç jena mik pritër se kena edhe anën jena I fije të dhunshëm. Por unë kam kuptu me gjithë njerëzit që kam taku, kam kuptu që njerëzit që kanë emigru kanë shku sepse brezi, ndoshta brezi prindve mi ose pak më të mëdhej se unë janë rritë me komunizmin, me 90-ën, janë përballë me shumë sfida një dhe rrethanat I kanë bërë që ndoshta nga një herë me dalë nga ajo vetja tyne. Dhe në qoftë se njerëzit kanë arrit me emigru, qoftë një vit, qoftë 5 vjet, kjo tregon që shkojnë dhe marrin një kulturë dhe kuptojnë që ka edhe një anë tjetër pozitive që mund cilna edhe në një mënyrë tjetër, jo gjithmonë në një mënyrë të dhunshme ose një mënyrë që ku shprehet urrejtje, sepse është edhe një fjalë sa me qenë se do të mos shpreh urrejtje, është edhe mënyra për më shpreh edhe mirësi, edhe dashuri. Si kështu, nuk e di, për liderit, nuk e di çfarë them, nga një herë si I thom, edhe fëmia nga I Zoti shtëpisë mëson, po. Po, unë them që ka një përmirësim. 4 vitet e fundit është një përmirësim goxha, sepse ka ndryshime të cilat përpara nuk ishin, edhe unë I kam paka shumë mendje edhe I vlerësoj për disa gjëra që kanë bërë. Po ka shumë politika shqiptare, siç edhe politika huaj, edhe këtu ka shumë për të ndryshuar dhe gjithmonë primarin faktikisht duhet futet, duhet miksohen. Faktikisht këtë 4 vjeçare në fundit janë munduar në Shqipëri me fut këtë frymën e re. Është shumë e rëndësishme. Por nëse flasim për ligjet, të paktën unë nuk është se kam lexuar, por kam dëgjuar që ligjet në Mbretërinë e Bashkuar janë shumë pro femrave dhe mbështesin shumë gjininë femërore, gratë, vajzat. Sa e vërtetë është kjo? Po, është në fakt shumë e vërtetë që I mbështesin gjithmonë brenda rregullave edhe investigimeve nëse janë ato të vërteta, sepse ka edhe njerëz që japin një fake news, për arsye të tyre, po në përgjithësi janë pro grave, fëmijëve po ashtu, që në dhuna nuk duhet të ekzistojnë asnjë mënyrë, as për fëmijët ose dënimet, të cilat në Shqipëri deri një farë kohet kanë qenë edhe mësuesi për shembull me rrigët kara dorës, e ke parasysh? Ku nuk ekzistojnë këto gjëra, ato është thjesht dënimi më I madh është I heqësh iPadin ose ku diun face to wall fytyrë për mur ose shkon dhomën tane, po nuk ekziston. Jo, nuk ekziston dhuna, vetëm po, edhe mrohen gratë, po është e vërtetë, gratë dhe fëmijët mrohen maksimum. Edhe burrat, absolutisht, po nëse është anasjelltas, patjetër që po. Po ligjet janë pak më të forta, e dashur, edhe nuk është se do apo s'do ti. Unë faktikisht fillimet e para unë kisha si them unë ty, një connection, një lidhje shumë të mirë me gjobat e makinës, sepse ishim këtu në Shqipëri dhe parkoheshim makinën kudo. Është shumë e kuptueshme, pasi jemi mësuar, ndoshta është bërë pak tradit ta lë makinën kudo dhe Po, edhe unë kam shumë lidhje të mirë me gjobat, edhe e parkoja makinën me marr fëmijët ose të puna, nuk I kushtoja vëmendje, a ditën peja të se po. Në shkaloje apo mendoje se ende je në Shqipëri? Po, edhe gjeja gjobën e parë, 2, 3, 4, 5, bahashin shumë, edhe ti fillon e mëson, e ke parasysh dhe mëson, sepse ti shkon ndoshta për ato lekë që ti merr 40.000 lekë në ditë, edhe ti ato lekë do t'ja pagush në gjobë, ose nëse merr 50, 40 e ke gjobën, është e njëjta gjë. Edhe fillon e mëson, fillon e do të ulesh, do t'ju bashkangjitesh ligjeve dhe do apo s'do ti duhet ndjekesh ligjet. Duhet të kesh atë updatimin, patjetër. Po.
është shumë e kuptueshme. Tashmë dua të të ngrej pak mallin ndoshta, çfarë të mungon më shumë nga Shkodra? Unë faktikisht isha tash që isha për summitin diasporës. Më mungon faktikisht familja, kërmjet, edhe më mungon ajo pjesa që si ke mje, Nadia mirë, ajo që thojnë njerëzit, ato janë shumë të ofrueshëm. E ke parasysh gurt, rruga, është një njësi krejt tjetër, është njësi krejt tjetër. Nuk them se edhe në Tiranë, kam në 7 vjetë, edhe Tirana po ashtu, po është pak më zhurmshme. Po, kur të mbejtën sa po hyte te ura Baqalleku, se i themi, ne? Marë frymëlirshëm, duket sikur jam në dhomën e gjumit temen. Në habitatin tënd, në atë rehatin, në atë sigurin që të ofron në vendi jot. Në fund, për ta mbyllur, dua nga ti një thirrje për të gjithë të rinj dhe të reja që të ndjekin, duan apo jo të vazhdojnë për politikën, por të gjithë kanë ëndra dhe është shumë e rëndësishme një thirrje frymëzuese nga ti këtë mëngjes në Star Plus, që të gjithë të ndjekin ëndrat e tyre. Unë do t'ju them çfarë do lloj moshe, të rejt apo në moshat mesatare apo thyra, do të ndiqni ëndrën tuaj dhe nëse mendoni se keni diçka që e keni në zemër ose në mendje, mos e lëni për nesër, gjithmonë me vullnet dhe me dëshirë gjithmonë bëhen gjanat. Dhe do t'ju thosha, mos e nisni karrierën tuaj si një punë ose si një detyrë. Gjithmonë fillojeni si mision për me bërë një ndryshim, sepse është shumë e rëndësishme. Nëse e nisni si mision dhe si një dëshirë për me ndryshu diçka, jam shumë e sigurt se të gjithë secili nga ne do të ndjekë e mira. Domethënë vuni fillimisht të mirën para një pushteti ose një emri që duhet dukni, është shumë e rëndësishme sepse ndryshimi fillon nga gjithë ne, nga ti, nga unë, nga dikush tjetër dhe bëhet ndryshimi i madh. Dhe unë do t'ju lutesha gjithë ato që më ndjekin, në qoftë se ndodhen edhe këtu në Londër, në qoftë se janë tek zona ime, Cobham edhe Surrey, që të më mbështesin, sepse unë do jem ajo që do jem zani i tyne, si për këtu, ku ndodhna edhe për Shqipërinë, po ashtu për aq sa të kem unë mundësi, do të bëj pamundre. E dashur, faleminderit shumë për këtë intervistë kaq të bukur, të urojmë shumë suksese dhe më besoj që na ke bërë krenar të gjithë Shkodrës, sido që të jetë rezultati yt. Faleminderit, Fiora Alba, edhe unë të uroj gjithë mirë dhe ta kaloni sa më mirë. Të falenderoj shumë e dashur, duke u falenderuar edhe të gjithë ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.